Mirë se vini në këtë shpjegues vizual. Sot kemi një analizë akademike tepër të detajuar, të përgatitur posaçërisht për studentët e vitit të tretë të lëndës së auditimit. Energjia sot është e fokusuar në një nga ato fushat, e dini, më sfidueset dhe absolutisht më me peshë në bilancin e gjendjes. Po flasim për auditimin e patunshmërive, implanteve dhe pajimeve. Është fiksa i momenti për të mbajtur shënime, sepse ky material do të ndërtojë ato bazat profesionale që i duhen patjetër çdo auditorit të ardhshëm. Okej, le të thellohemi pak tek kjo pyetje themelore. Kur flasim për aseta fatgjata, nuk bëhet fjalë për, le të themi, disa qindra dollar shpenzim me zyre. Këtu bëhet fjalë për makineri të rënda, ndërtesa të mëdha dhe investime kapitale masive. Verifikimi i këtyre aseteve e transformon auditorin në një detektiv të vërtet financiar. Duhen gjetur patjetër gjurmat e çdo transaksioni, dhe jo vetëm në letër, por edhe aty fizikisht. Kjo është struktura e analizës së sotme. Do të kalojmë te e para, natyra dhe objektivat e auditit, e dyta, kontrollet e brendshme, më pas, procedurat thelbësore, auditi i zhvlerësimit dhe në fund fare, asetet e paprekshme. Le të fillojmë direkt. Pra, pjesa e parë, natyra dhe objektivat e auditimit. Le të shohim se si kjo dërton të gjithë kornizën për procesin. Tani, ajo që bie vërtet në sy këtu është se si kjo ndarje qartëson tre kategoritë e aseteve që auditorët duhet i klasifikojnë para se të fillojnë testimin. Për një student auditimi të vitit të tretë, ky është një dallim etik. Shikoni, toka. Toka nuk zhvërëzot asnjëherë sepse jetëgjatësia e saj është e pakufizuar. Ndërsa, ndërtesat dhe pajisjet natyrisht kërkojnë zhvlerësim. Dhe pastaj kemi resurset natyrore, si për shembull puset e naftës, të cilat kërkojnë për llogaritje të shterimit. Praktikisht, secili grup kërkon një standard krejtësisht ndryshëm testimi. Dhe kjo ilustron në mënyrë gjeniale pse auditimi i aseteve afatgjata kërkon një qasje strategjike krejtësisht të ndryshme në krahasim me asetet afatshkurtra siç janë stoqet. Një blerje ndërtese ndodh rrallë, apo jo, ka një vlerë kolosale, por një gabim në datën e prerjes në fund vitit rrallë here shkatron direkt fitimin neto. Nga ana tjetër, Inventari lëviz çdo ditë, transaksionet pafundme dhe një gabim i vogël në datën e prerjes aty mund të manipulojë drejt për drejt fitimin përfundimtar. Është një lojë krejt tjetër. Duke ecur përpara, pjesa e dytë, kontrollet e brendshme. Duhet gjithmonë të vlerësohet mjedisi i brendshëm i klientit. Pra, pika kritike këtu është që një sistem i fuqishëm i kontrollit të brendshëm duhet të zbatojë jashtëzakonisht rrept atë vjendarse midis shpenzimeve kapitale dhe shpenzimeve të hidhave. Pse ka kaq shumë rëndësi në auditim? Sepse nëse një kompani, të themi, trajton një shpenzim të madh mirëmbajtje sikur të ishte një aset i ri i kapital, ata sapo kanë fshehur një shpenzim dhe kanë manipuluar në rritje marzhet e fitimit. Edhe pikërisht këtu fillojnë mashtrimet e mëdha financiare. Duke parë këtë tabel, mund të lidhim vizualisht saktësisht se si dështimet specifike të kontrollit çojnë drejt për drejt në deklaratat e rrezikshme në bilancin e gjendjes. Për shembull, presioni i tepruar për të kapur targetet e menaxhimit shpesh sill manipulime si kapitalizimi i mirëmbajtjes, ndërsa mungesa e një manuali të qartë kontabël sill thjesht kaos. Një kaos ku makineritë hiqen fizikisht nga fabrika, por nuk fshihen kurrë nga sistemi kompjuterik. Kjo hartë është absolutisht e domosdoshme për të gjetur pikat e dobta. Kalojmë te pjesa e tretë, procedurat thelbësore. Pasi të jenë vlerësuar rreziqet, është koha për të mbledhur prova konkrete. Kjo është vërtet zemra rrahëse e auditimit të aseteve fikse. Balancat fillestare plus shtesat minus asetet e nxjerra jashtë përdorimit, baraz balancat përfundimtare. Ajo mundson profesionistëve të fokusojnë testimin e tyre ekskluzivisht tek ato ndryshime që kanë ndodhur vetëm gjatë vitit aktual. Mendojeni kështu, nuk ka pse auditohet nga e para një fabrikë e tërë e ndërtuar 20 vjet më parë. Thjesht merret balanca e vitit kaluar dhe auditohen vetëm makineritë e blera ose të shitura këtë vit. Është një metodë kaq geniale dhe jashtëzakonisht efikase. Tani, le të thellohemi pak në këtë dallim jetik, sepse drejtimi i testit fizik dikton saktësisht se cili objektiv auditimi po përmbushet. Nëse merret një faturë blerjeje nga sistemi dhe shkohet në magazin për të parë nëse ajo makineri është vërtet aty, po vërtetohet ekzistenca. Por, nga ana tjetër, nëse nisemi duke vëzhguar një makineri në dyshemene fabrikës dhe më pas kthehemi në zyrë për të verifikuar nëse ajo figuron në sistemin kontabël, atëherë po vërtetojmë plotësinë. Fjalë për fjalë, është e gjitha një lojë drejtimesh. Meqenëse kompanitë shpesh bëjnë gabimin të hedhin pajisjet e vjetra pa njoftuar fare departamentin e kontabilitetit, auditorët duhet të jenë shumë të zgjuar. Duhet përdorin teknika specifike hetimore për të gjetur daljet e paregjistruara.
Për shembull, pse ulet befas primi i sigurimit të aseteve, a mos vallu mbyll një linje tër prodhimi? Bisedat e rastësishme me menaxherët e prodhimit shpesh zbulojnë asgjësi me asesh që kontabilistët po i zhvlerësojnë ende nëpër libra. Kjo është ajo puna e vërtetë e detektivit. Kemi mbërritur te pjesa e 4, auditimi i zhvlerësimit. Këtu duhet të verifikohet e gjithë logjika matematike. Kjo është fantastike, sepse tregon se si një problem matematikor që në pamje të parë duket masiv dhe kompleks, mund të ndahet në një procedurë kaq të thjeshtë me 4 hapa. Duke listuar balancat, duke hequr asetet e zhvlerësuara totalisht dhe duke shtuar e zbritur gjysmën e vlerave të vitit, verifikohet shpenzimi i përgjithshëm i zhvlerësimit. Me këtë përllogaritje analitike, brenda pak minutash mund kuptohet nëse vlera totale që ka raportuar kompania ka logjike, dhe kjo bëhet para se të humbet kohë duke kontrolluar çdo qindark një nga një. Këtu kemi një koncept thelbësor, humbjen nga dëmtimi. Kjo thekson një zonë madhore rreziku ku duhet të vlerësohen rreptësisht ato përllogaritjet shumë subjektive të menaxhmentit. Mendojeni pak, çfarë ndodhet nëse teknologjia e një industrie ndryshon pa pritur brenda natës? Një makineri e blerë për miliona dollar dje mund të vlejë zero nesër. Pikërisht ky dëmtim, kjo rënje drastike vlerës, duhet patjetër të njihen menjëherë në pasqyrat financiare. Dhe kalojmë pe pjesa e fundit, pjesa e 5, asetet e paprekshme. Asete që nuk kanë substancë fizike, bashkë me sfidat e tyre specifike. Rasti më i famshëm këtu është emri i mirë ose siç njihet goodwill. Për shkak se emri i mirë s'mund të inspektohet fizikisht. Pra, një markë apo një reputacion, le të jemi të sinqertë, s'mund ta prekim me dorë. Auditorët mbështeten jashtëzakonisht shumë te ekspertët e specializuar të vlerësimit. Ai nuk amortizohet më çdo vit siç bëhej dikur në të kaluarën, por rishikohet rreptësisht vit pas viti për të parë nëse kompania e blerë ende ruan atë supervlerë në treg. Edhe pse këto asete janë totalisht të padukshme, prapse prap zbatohet saktësisht e njëjta logjik rigoroze, fiks njësoj siç veprohet me makineritë e rënda apo me tokën. Çdo debitim në llogarinë e aseteve të paprekshme duhet të përputhet me kontratat ligjore dhe me të drejtat reale të pronësisë. Në këtë profesion absolutisht asgjë nuk bazohet thjesht në besim. Çdo gjë, çdo detaj vërtetohet nga dokumentacioni. Për ta mbyllur, le të reflektojmë pak mbi këtë. Nëse një auditor dështon të zbulojë një aset të nxjerrë jashtë përdorimit, i cili ka vlerë miliona dollar, çfarë ndodh me bilancin e gjendjes? Po, një asgjësim i paregjistruar nënkupton mbivlerësim të aseteve, nënkupton shpenzime inekzistente të zhvlerësimi që vazhdojnë vit pas viti, dhe në fund jep një pamje krejtësisht të gënjeshtër të shëndetit financiar të kompanisë. Për çdo student që po bëhet gati të dalë nga auditori dhe të hyjë në botën e ashpër të auditimit profesional, gjetja e këtyre detajeve është fiksa ajo sfida e madhe që e pret. Me kaq mbyllet kjo analizë thellë dhe mbani mend gjithmonë gërmoni pas numrave.